dashi. Një dëshirë për të ndryshuar ambient dhe për të eksploruar horizonte të reja do të bëhet më e fortë. Filloni të organizoni planet pa nxitim. Demi, kjo është dita jote ideale për të sistemuar detajet e fundit. Një udhëtim i rëndësishëm mund të jetë më afër se sa mendoni. Binjakët, mendja juaj është plot me ide dhe destinacione të reja. Mund të merrni lajme që lidhen me një lëvizje ose aventurë të ardhshme. Kaforja. Përgatitje do të sjellë emocion dhe entuziazëm. Pushoni vëmendje organizimin që gjithçka të ecë sipas planit. Luani, një udhëtim i gjatë ose një ndryshim i madh po merr formë. Është momenti për të menduar për eksperiencat që dëshironi të jetoni. Fytyresha, aftësia juaj për të planifikuar do të jetë e vlefshme. Kontrolloni dokumentet, rezervimet dhe detajet praktike. Peshorja, një aventurë e re po ju pret. Energjia e ditës favorizon organizimin e udhëtimeve dhe planeve të gjata. Akrepi, mund të lindë nevoja për të larguar nga rutina. Përgatituni me qetësi, mos lini asgjë për momentin e fundit. Shigjetari, shenja e udhëtimeve është në elementin e saj. Dita sjell entuziazëm, plane të reja dhe dëshirë për të zbuluar vende të panjohura. Britsjapi, një lëvizje e rëndësishme mund të kërkojë organizim të kujdesshëm. Përgatitjet e sotme do t'ju kërcejnë shumë stres më vonë. Ujori, një ftesë, lajm ose mundësi udhëtimi mund t'ju surprizojë. Mbani mendjen dhe valixhen gati. Peshit, imagjinata ju çon larg, por tani është koha për t'i kthyer ëndrave në plane konkrete. Një udhëtim mund të sjellë emocione të veçanta.